Po, veç një foto e bëjmë edhe ecë. Jemi mbledhur këtu sot bashk që t'ja japim lam të mirën e fundit Dr. Bujar Bukoshit, kirurgut të shquar, por mbi të gjitha kryeministrit të parë dhe të fundit të Republikës së parë të Kosovës që funksiononte si republikë për rezistencë. Dr. Bujarin e karakterizonte guximi i paepur dhe atë dashuria e pafund. Si kombinim i këtyre dy virtyteve të tij, ai pranoi detyrën me 12 tetor të vitit 1991 nga presidenti historik Ibrahim Rugova që të jetë kryeministër i Kosovës. Për një dekadë e udhëhoqi qeverinë e Republikës në ekzil, me që rast punoj e kontribuoj aq shumë për ndërkombëtarizimin e çështjes Kosovës, e posaçërisht për të vërtetën e Serbisë në Kosovë si një shtet pushtues agresor, por edhe shovinist antishqiptar. Shkelja e të drejtave të njerëzit, të drejtave qytetare dhe drejtave kombëtare shqiptarëve të Kosovës filloi që të jehoj mediat evropiane dhe në kancelarit botërore, duke qenuar kryeministrit Bujar Bukoshi dhe bashkëpunëtorëve të tij të qeverisë në ekzil. Dr. Bujari ishte aktiv edhe në Kosovë, ndonë se nuk ndodhi në Kosovë. Arsimin shqip, i cili ishte në balë të rezistencës, asistenca sociale, shëndetësia, mirëmbaheshin nëpërmjet këshillave dhe nën këshillave të financimit që vepronin për ditë anën vonë Kosovës në çdo komunë të saj. Ishte kryeministër i jashtëzakonshëm sepse kohrat ishin të tilla, por gjithashtu edhe personaliteti i tij ishte i tillë. Ishte kryeministër i një republike të nënshtruar nga një shtet fëqinj, por edhe i një populli të panënshtrueshëm. Ishte kryeministër i një shteti pa ushtri, po me mira vullnetar të gatshëm për luftë vullnetare. Ishte kryeministri i një shteti pa kontroll mbi territorin, por me autoritet politik të pakontestueshëm. Dr. Bujari, ish kryeministri Bukoshi, ka lënë mbresat më të mira te populli i Kosovës, edhe me shërbimin e tij profesional si mjek, por edhe me devotshmërinë e tij si udhëheqës i ekzekutivit në ekzil. Shkollimin e tij që e nisi në Suharek e në Prizren, e vazhdoi në Beograd dhe e përmbylli në Koblenz dhe në Berlin. Nga një karrierë akademike e profesionale jashtëzakonshme, hoqi dorë për të shërbyer popullit të Kosovës dhe për ta institucionalizuar rezistencën tonë, fillimisht paqësore e më pastaj të armatosur. Ai kishte një detyrë të vështirë, sepse ishte edhe
ura lidhse edhe laura ndarse midis rezistencës paqësore dhe asaj të armatuese. Prandaj unë uroj që historian të shumët do të kenë kurreshtje të madhe studimore që të zbardhin vështirësitë dhe rreziqet në për të cilat ka kaluar ish kryeministri Bukoshi dhe qeveria në ekzekutiv. Unë personalisht doktor Bujarin e kam takuar për herë të parë në jetë në moshën time 10 vjeçare. Ka qenë viti i largët 1985, atëherë kur prindrit e mi patën organizuar një ndej për mjekët që kishin përfunduar me sukses operacionin e babait tim në spitalin e Prishtinës pas shpërthimit të Idhës. Kur nuk e harroj admirimin që kishin prindrit e mi për doktor Bujarin e doktoreshën Zanën, por njëkohësisht unë kisha edhe një admirim shtesë, sa fëmiror, ndoshta edhe kombëtar. Më pëlqenin shumë emrat e këtyre dy doktorëve që prindrit e mi i admironin si profesionist të shquar shqiptar, Bujar dhe Zanë. Unë do të dëshiroja që edhe prindrit e mi kishin aso emra shqip. Po, isha veç 10 vjeç atë botë. Me doktor Bujarin, ish kryeministrin e Republikës, jam takuar edhe me 21 janar të vitit 1998 në Bruksel, kur atje isha bashkë me kryetarin e Unionit Studentor Bujar Dugollin, ndërka që ish kryeministri Bujar Bukoshi, me veturën e tij kishte ardhur boni në Bruksel për të na mbështetur në kuadër të asaj pranvere studentore që nisi me 1 tetor të vitit 1997. Bujar Bukoshi kontriboj sepse punoj. Dhe pikërisht për shkak se aq shumë njerëz kontribuan, punuan e sakrifikuan, sidomos në luftën shkrimtare si dëshmor e martir, ne kemi sot lirin edhe shtetin që e gëzojmë e që duhet të vazhdojmë së bashku të ndërtojmë e të ndërtojmë. Lavdi jetës dhe veprës ish kryeministrit Dr. Bujar Bukoshi, lavdi të gjithë udhëheqësve politik të cilët kontribuan për atë dheun tonë të dashur Republikën e Kosovës. Faleminderit. Falenderoj për kontributin e dhënë për familjen e tuaj dhe rreth. Ta mboni me nder dhe krenarikët ka moshë. On! Yor! 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 Vai, yor! Allah